Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në ditën e sotme në kanalin Monitor TV. Do të nisim sot këtë maraton të gjatë duke komentuar rrjedhën e VIP-ave shqiptar, përditshmërinë e tyre, arritjet edhe sukseset që në fakt ato kanë bërë në projekte të cilat i kanë publikuar. Do të nisim të flasim për projektin e mrekullueshëm të Egli Tako dhe Angelo Koçi. Dua pikërisht të nis këtë ditë me këtë projekt sepse ka patur një lëvizje të bukur dhe një arritje të mrekullueshme në këngën e tyre. Unë e thash që në fillim, por më duhet ta citoj dhe tani, më duhet ta them edhe tani, kënga e Eglit edhe Angelos nuk u sponsorua fare, se po të ishte sponsoruar kënga në YouTube, do me thënë me metodat që kanë dalur tani të reklamimit të këngëve të artistëve, me patjetër që Egli Tako do të shkonte në miliona klikime me këngën e saj, por pikërisht nga që Egli nuk e sponsoroi këngën, nga që Egli nuk hudhi lek në këtë këngë, kënga për 3 ditë arriti të merr klikime reale. Unë kam bërë në fakt një tekst të analizuar rreth kësaj kënge, njëherë pikë së pari për të komplimentuar Eglin për projektin e bukur dhe për këngën që bëri, dhe së dyti për të informuar publikun se si ka shkuar në radhitjen e hiteve apo këngëve më të klikuara. Artistja e dashur për publikun shqiptar Egli Tako ka rikthyer edhe një herë vëmendjen e të gjithëve me projektin e saj më të fundit të muzikor. Një bashkëpunim energjik me Angelo Koçin që rezulton një sukses i jashtëzakonshëm. Vetëm në 3 ditët e para nga publikimi, kënga e tyre ka arritur të kalojë gjysmë milion klikime në platformën e YouTube. Një shifër që flet vetë për popularitetin dhe ndikimin që Egli vazhdon të ketë në skenën muzikore shqiptare. Do me thënë, nëse ne do të futemi në kanalin YouTube të Angelo Koçit, aty ku kënga në fakt është e publikuar, do të arrim të kuptojmë që kënga e Egli Tako ka kaluar mbi gjysmë milion, që nënkupton futet në shkallën e këngëve më të klikuara, futet në shkallën e hiteve dhe futet në shkallën e këngëve më të dashura për publikun. Kënga e cila po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale dhe është bërë trend në TikTok ka marrë një mirëpritje të jashtëzakonshme nga publiku. Me një ritëm tërheqës, tekst modern dhe videoklip estetikisht të kuruar, projekti i ri i Egli Takos dhe Angelo Koçit po dëgjohet kudo, nga makinat, në klubet e natës edhe deri në eventet e rinis. Do të thënë, kënga, nëse të kujtohem, unë ju thash që është një këngë e cila do të ngjallë shumë dinamik, do të ngjallë shumë pozitivitet, do të ngjallë shumë dashuri, sepse është një këngë që flet për emocionin, është një këngë që flet për pasionin, është një këngë që flet për dashurinë, dhe normalisht që këto këngët gjithmonë personazhe të ndryshëm, njerëz të ndryshëm gjejnë vendin në këto tekste. Dhe pikërisht kënga e Eglit tashmë ka filluar të bëhet pjesë e makinave të shqiptarëve, e projekteve të shqiptarëve, nuk e di unë, klubeve, restoranteve, domethënë lishohet kudo nga që është nga këto këngë që është këngë e qetë, dhe jo më kot ka arritur të merr mbi 618 milion, ishte që parë, duke shkuar drejt 1 milionit, besoj për 2 ditë. Publiku e ka cilësuar si një ndër bashkëpunimet më të suksesshme të sezonit, duke e lavdëruar harmoninë vokale mes 2 artistëve dhe stilin karakteristik që Egli di gjithmonë ta sjellë me origjinalitetet dhe finesën. Në komente fansat shprehen, Egli nuk zhgënjen kur, çdo këngë e saj është një hit. Ky duet është një kombinim perfekt, energji dhe talent në maksimum. Ky sukses vjen pas një sër projektesh të suksesshme që Egli Tako ka publikuar gjatë viteve të fundit, duke u konsoliduar pozicionin e saj si një nga artistet më të dashura dhe më konstante në muzikën shqiptare. Me çdo dalje të re, ajo arrin të sjellë diçka të freskët, moderne dhe plot stil, duke dëshmuar se arti i saj nuk njeh më limite. Ndërkohë Angelo Koçi, një emër gjithnjëherë i pranishëm në fakt në skenën muzikore, tregon se është në rrugën e dur për të bërë një nga zërat më premtues të brezit të ri. Ky bashkëpunim me Eglin duket se i ka dhënë një hof të ri karrierës së tij, duke i sjellë njohje dhe vlerësime nga publiku e kritika. Suksesi i vetëm për 3 ditë
është një dëshmi e qartë e forcës së muzikës shqiptare moderne që po arrin të ndikojë të frymëzojë çdo ditë më shumë dëgjues brenda edhe jashtë vendit. Egli Tako, me profesionalizmin dhe pasionin që e karakterizon, vazhdon të mbetet një ikon e padiskutueshme e skenës shqiptare, ndërsa ky bashkëpunim me Angelo Koçin është vetëm një fillim i rrugtimit të ri me plot sukses. Në fakt, ishte kjo analiza që unë kam bërë me shkrim, por edhe 2 minuta besoj që do më jep një kohë që unë të flas pak për këtë këngën. Unë kam thënë gjithmonë që Egli Tako është një artiste e suksesshme, është një vajzë e mrekullueshme. Domethënë, këngët e Eglit marrin klikime dhe ndoshta njerëzit gjejnë veten brenda tyre, për faktin sepse Egli di të këndoj me ndjenjë. Domethënë të këndosh me ndjenjë dhe ta shprehësh emocionin, me patjetër që merr sukses. Nëse të kujtohem që në startet kur Egli e publikoi si projekt, domethënë ishte një këngë që ndërtoi një imazh të paparë, ndërtoi një pritje të bukur në fakt te publiku shqiptar, ndërtoi një vlerë të bukur te publiku shqiptar dhe pikërisht është Egli ajo e cila me shumë krenari, me shumë dashuri e këndoi këtë këngë në formën më të mirë të mundshme. Domethënë, kënga që në start dukej që do merrte shumë klikime. Në këtë vorgullën e këtyre komenteve që në YouTube nuk klikohen këngët, në YouTube nuk shkojnë këngët sepse nuk është sezona etj. Egli Tako bëri një lloj revolucioni për faktin sepse në momentin që publikoi këngën, me patjetër që ishte në shënjestër të klikimeve, publiku dëshironte të dëgjonte se çfarë thotë, ndoshta historitë të cilët u lidhen në jetën e Eglit, pa i menduar që do t'i vinin. Egli Tako ka luftuar masovikisht për të ardhur sa më bukur në skenën shqiptare. Dhe kjo arriti që të gëzoj klikime, arriti që të gëzoj dashuri, arriti që të gëzoj suksesin dhe sot në fakt po e shijon suksesin pa fund të saj. Nëse të kujtohem, mbetet një këngë e cila do ta dëgjojmë gjithmonë, baladat janë pak më jetë gjatë nga këngët e tjera, do ta jetojmë dhe do ta shijojmë pa fund këtë projekt që në fakt do të vi dhe ka ardhur, por do të vi si një hit në të ardhmen, sepse kënga sa më e klikuar do të jetë një hit nga Egli Tako. Domethënë Egli Tako arriti që të bën gjithë ato klikime. Unë ju bëj me dije që kanali Monitor TV së bashku me mua do të vim me ca rubrika të bukura në vazhdim. Ju duhet na bëni vetëm subscribe sepse më besoni që do krijohet një dritare fantastike që ne do të argëtohemi dhe do shijojmë në fakt sukseset së bashku. Unë tani do e mbyll këtë videon dhe me patjetër që do takohemi në videot e tjera. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe.